Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se beson që lideri i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është i plagosur, por ka gjasa të jetë ende gjallë. Trump tha se sipas vlerësimeve të tij, Khamenei mund të jetë dëmtuar, por me shumë gjasa është ende në jetë. Lideri i ri iranian raportohet se u plagos gjatë ditëve të para të luftës pas bombardimeve të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj objektivave në Iran. Megjithatë, që nga emërimi i tij në krye të vendit, ai nuk është shfaqur publikisht, duke ngritur dyshime dhe spekulime për gjendjen e tij shëndetësore. Të njëjtën, një mesazh që thuajse ishte i tij u transmetua nga media shtetërore iraniane, por ai nuk u shfaq personalisht. Mesazhi u lexua nga një prezantuese në televizionin shtetëror, gjë që shtoi më tej pikë pyetjet për mungesën e tij në publik. Sipas një burimi të njohur me situatën, i cituar nga CNN, Khamenei ka pësuar një frakturë në këmbë dhe disa lëndime të tjera të lehta gjatë ditës së parë të bombardimeve. Ndërkohë, në një konferencë për shtyp të zhvilluar më herët, Trump u shpreh i zgënjur për emërimin e Khameneit si lider suprem të Iranit, duke thënë se kjo mund të çojë në vazhdimin e të njëjtave probleme për vendin.